binjakët. Kjo që po dëgjojmë njerëz të shenjës binjakëve, është pjesa e Bob Dylan, që është edhe ai binjakëve, një rebesh do të bjerë, A Hard Rain is Gonna Fall, e vitit 1962. Në tekstin e saj thuhet: "Biri im, ke pasur shumë ulje e ngritje. Je ngjitur në faqet e 12 maleve mbuluar me mjergull, je futur në 7 pyje të trishtuar, të kanë dalë përpara 12 oqeane të vdekur dhe një shi i madh ka filluar. Edhe ti o binjak, bura grua qofsh, këtë periudhë ndoshta ke qenë pak kështu, të ka përfshirë një rebesh i madh. Lajmi i mirë është se shumë shpejt shiu do të pushojë. Në këto ditë rebeshi, në thonjza, të këshilloj që të fillosh një spastrim si ai që Bob Dylan thot te kënga. Mendou, thello, reflekto dhe fol në mënyrë të tillë që të gjithë shke rreth të të shohin e të dëgjojnë. Kjo që sapo thash në gjuhë të thjesht quhet pendes. Dhe ndoshta edhe autokritik. Është momenti që të analizosh pak veten e pastaj të reagosh dhe të siguroj që për ty o binjak, bura grua qofsh, të paktën deri nga fundi i vitit nuk do të kesh më rebeshe, në thonjza. Çdo gjë do të kthjellohet. Më kujtohet edhe një gjë tjetër që tek drama Cuca e maleve, në një moment kur Gjini duhet të pendohej, një nga personazhet e dramës, duhet të pendohej, prifti i thot: "Pendohu Gjin." Më fal, i thot: "Ngreje gurin Gjin." Pra rrëfeu. Se rrëfimi është shfaqje pendesës dhe pendesa është shpëtim i shpirtit. Jeni në këtë moment. Të reflektoni, të pendoheni, të reagoni e të shpëtoni shpirtin. Okej?